E di që shumë prej jush vazhdoni më pyesni se si ndihet lunushi me qumshin kendamil. U bë gati 1 vit që ne e përdorim. Sigurisht që qumshi i gjirit është kryesori, pa diskutim. Megjithatë, në raste kur fatkeqësisht nuk është mundësia që të jepet qumësh gjiri, atëherë kalojmë tek një nga formulat më natyrale, që është kendamil. Më pëlqen shumë sepse është ndër të vetmit qumësht pa vaj palme, është me përbërës natyral, është marka angleze dhe është qumësht i plot. Dhe përveç qumshit kemi dhe kremin e orizit, i cili vjen me përbërës të ndryshëm që lunushi e ka shumë qejf.